Se si një ditë e zakonshme pune u kthye në një ballafaqim të armatosur me viktima në njerëz, kanë dëshmuar dy zyrtarët policor, Alban Rashiti dhe Çlirim Shashiri, në gjykatën themelore në Prishtinë. Njëri plagosur e tjetri me lëndime të rënda nga sulmi terrorist në Banjsk të Zveçanit me 24 shtator 2023. Dy dëshmitarët e parë të prokurorisë në rastin ndaj Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić dhe Dušan Maksimović janë pjesëtar të njësisë për ndërhyrje të shpejtë në kuadër të policisë, të cilët në ditën e sulmit terrorist ishin në detyrë. Rashiti tha se në hyrje të fshatit Banjsk tek ura kishin parë dy kamion që kanë zënë rrugën. Pas konsultimeve me dhomën komanduese dhe arritjes së përforcimeve, dëshmoi se kishin filluar të afrohen kamionëve të barikaduar, kur edhe ndodhi sulmi. Nga ana e majt, ka ndodhur një shpërthim i papritur. Më njëherë kanë kuptuar që në plagos në krahun e majt. Shpërthim shumë i madh. Thuaj se në mesin tonë nuk e kemi ditë se ka ardhur. Një eksplodim, domethënë një minë ose nuk e di. Vetëm e di se kur e kanë kthy kokën në anën e majt, kanë pas zjan edhe timësi. Edhe kanë pa vetën që jam i godit. Kanë tentuar që jam i godit në krah. Jam mundu ma u shmang me kalu në pozitë mbrojtëse në anën e disa hapa në anën e djathtë. Aty afër një kamionete ka qenë në rrugë. Me njëherë ka ndodhur një shpërthim tjetër. Nga shpërthimet Rashiti u plagos në gjoks, shpatull e këmbë, por tha se afër tij e kishte parë shterin afrim bunjaku në tokë. Në ato momente kem filluar me këtë zjarri. Pastaj kem lokalizuar nga po bin gjuajtjet në anën e majt time, kam vërejt që tashmë rështeri afrim bunjaku, kam mbetur i shtrirë në shtëpi, në pozicionin si ka qenë në shtëpi i shtrirë, dhe i gjakosur nga qafa dhe fytyra, dhe i paluditshëm. Rashiti dëshmoi për ditën e sulmit terrorist, që kur e kishte filluar ndrimin derisa ishte dërguar në spital. Ai tha se si pasojë e plagëve të marra, ende nuk i është kthyer detyrës zyrtare. Ndaj tij nuk patën pyetje avokatët e të akuzuarve. E pas pushimit të drekës, vendin e Rashitit në foltorën e dëshmitarit e zuri kolegu i tij, Çlirim Shashiri. Edhe ai dha version të njëjtë të ngjarjes, por tha se ishte në një tjetër pozicion dhe pati detyra të tjera. Theksoi se sulmi ndodhi tek po e konfirmonte mbërritjen e përforcimeve nga stacioni policor në Zveçan. Ka kontaktu kolonel Vetonelçani në telefon. Kuj kom të regu që ka ardhë patrolla dhe qatë bisedës me të ka ndodhë dy shpërthime të një pasnjëshme. Kom arrit me i thonë në telefon që ka gjujtja, për shkak se pas shpërthimeve në çështje sekundi kanë fillu edhe gjujtjet, edhe kom marrë mbrojtja afër motorit veturës. Shashiri, ashtu si Rashiti, tha se u sulmuan me armë të rënda nga formacione të mirë përgatitura, organizuara e strukturuara. Të shtënat që nga momenti i shpërthimit nuk janë dalur asnjë moment dhe ka qenë armatim i rënd që shpërndorur kundrejt nesh, por për shkak të errësirës që ka qenë në pjesën e fshatit, nuk kemi mujt me identifiku se çfarë pajisjesh janë përdorur, por ka qenë armatim jashtëzakonisht i rëndë. Prokuroria speciale me 11 shtator 2024 ka ngritur akt akuzë kundër Milan Radojqićit dhe 44 të tjerëve për sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Të akuzuarit ngarkohen se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, tentuan ta shkpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës e t'ia bashkojnë Republikës së Serbisë. Me që rast, si rezultati i dhunës së përdorur, ka mbetur i vdekur zyrtari policor afrim bunjaku, e u rrezikua jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile. Për ish-nënkryetarin e listës serbe Milan Radojqić dhe 40 të akuzuar të tjerë ka fletë arrest ndërkombëtar.
pasi ndodhen në Arati. E ndaj Spasojevic, Tollić dhe Maksimovic është veçuar procedura.